Territori i Kosovës për datën 12 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, me mod kryesisht të kthjellë dhe vlera termike pak mbi mesataren sezonale. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në verilindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 12 nëntor 2025 do të jetë në orën 6:16, ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius.